Tetori, muaji i vetëdijsimit për kancerin e gjirit, në Prishtinë nisi me një thirrje. Kujdesi për shëndetin e grave duhet të kthehet në prioritet kombëtar. Në manifestimin tradicional zbulimi i hershëm mbi jetesë, që u mbajt nën përkujdesjen e presidentës Vjosa Osmani, mblodhi përfaqësues institucionesh, mjek, organizata dhe 10 gra që kanë përjetuar këtë betejë. Presidentja Vjosa Osmani tha se ky muaj është mbi të gjitha një kujtesë për guximin dhe jetën, duke inkurajuar çdo grua që të mos ketë frikë nga kontrollet e rregullta. Sot më shumë se kur duhet ta ritheksojmë rëndësinë e diagnostifikimit të hershëm. Çdo kontroll, çdo ekzaminim i rregullt është një mundësi për jetë. Sa më herët që të ndodh diagnostifikimi, aq më e madhe është shpresa për jetë. Kjo është arsyeja pse sërish dua të inkurajoj secilën grua që mos të ketë frikë nga kontrolli. Sepse nuk është frika ajo që shpëton jetën, por kontrolli mund të shpëtojë jetën kur ai ndodh herët. Nafie Latifi nga shoqata Jeta Vita, e cila prej dekadash ka mbështetur gratë në këtë betejë, tha se sot janë mbledhur për ta nderuar guximin e grave që përballen me këtë smundje dhe ta riafirmojnë përkushtimin për një sistem më të drejtë dhe më të ndjeshëm njerëzor dhe kujdes shëndetësor. Por ajo pati edhe pyetje. A kemi vendos vërtet pacientin në qendër të sistemit tonë shëndetësor? Apo bëjmë gjithë shka që mundemi, apo ndoshta na mungon empatia, përgjegjësia dhe ndjeshmëria njerëzore që shpesh vlen më shumë se çdo terapi kirurgjike dhe me barna. Për ta kuptuar dimensionin real të sfidës, mjekët në këtë manifestim sollën edhe shifrat e fundit shqetësuese. Këtë vit në klinikën tonë janë regjistruar gjithsej 330 vajza, gra, si dhe 3 burra të prekur me kancer të gjirit. Mbjetesa e përgjithshme, më e mirë për këtë sëmundje, arrihet atëherë kur kemi një menaxhim gjithë përfshirës të saj. Në kuadër të kësaj ngjarjeje u mbajt një marsh në sheshet e kryeqytetit me pjesëmarrjen e 10 qytetarëve, institucioneve dhe organizatave që mbështesin luftën kundër kancerit të gjirit.